Hashim Thaçi nuk kishte menduar asnjëherë që pas një karriere të gjatë në politikë dhe aktivizimit të tij në UÇK do të përfundonte pas hekurave të burgut. Tashmë në pritje të vendimit të gjykatës, familjarët po presin me padurim që drejtësia të vendosë drejtësi dhe ai të kthehet përsëri pranë familjes. Hashimi ka qenë një prerë përpara trupit gjykues ku deklaroi: "Edhe nëse sot do të ndodhesha në të njëjtat rrethana para se të çliroj Kosova, do të bëja të njëjtën gjë që kam bërë. Unë nuk shfaq asnjë pendim, kam bërë gjën e duhur për popullin tim." Por me sa duket, midis njerëzve që adhurojnë ish presidentin e Kosovës, është edhe e dashura e djalit të tij, e cila ka menduar ta surprizojë në burg ish presidentin. Mediat e rozë në Kosovë kanë folur për lidhjen e Endritit me Suzanën, modeli nga Kosova. Ajo është njohur me djalin e Thaçit në zyrat e kryeministrisë, ku ka bërë edhe praktikën. Por nëse Endritin modelja e donte, babain e tij adhuronte, dhe për këtë arsye, kur Hashimi ka qenë në burg, ajo ka vendosur që të bëjë tatuazh fytyrën e tij në krah. Modelja tha: "Këtë tatuazh e kam bërë për nder të ish presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. Kjo tatu do të jetë me mua deri në fund të jetës time." Modelja ka thënë se Endriti është kënaqur shumë kur e pa tatuazhin. "Babë bir, ato ngjajnë shumë dhe më duket sikur i kam të dy në krahun tim", u shpreh Suzana. Mësohet se Hashim Thaçi ka mbetur i befastuar kur ka mësuar se modelja e ka bërë atë tatuazh në krah.